Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku me urdhër të prerë, nëse hani vezë çdo ditë duhet ta dëgjoni këtë lajm. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu që ka pësuar një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj negativ në shëndet. Vezët ofrojnë rreth 6 gram protein të një cilësie të lartë. Sipas të dhënave, kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjitha aminoacide që duhet të merrni nga ushqimet, madje po aq sa mishi. Proteina konsiderohet si një nga ushqimet më përmbushëse për shëndetin e njeriut. Gjysma e sasisë së proteinës gjendet tek e verdha e vezës. Vezët frenojnë urinë. Një mëngjes i pasur me vezë e mban nën fre urinë për më gjatë në krahasim me ushqime të tjera me bazë drithi. Disa studime thonë se njerëzit të cilët han vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe han më pak në drekë. Vezët mbrojnë shëndetin e syve. Vezët janë gjithashtu të pasura me lutein, një pigment i cili është kryesisht i përqendruar dhe tek retina e syrit. Luteina i mbron syt nga dëmtime të ndryshme, të cilat vijnë si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmet e dritës blu, që emtohet nga celularët, tabletët dhe laptopët. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues në shfaqjen e sëmundjeve të këqija mbi peshës dhe sëmundjes së syve. Vezët nuk bllokojnë enët e gjakut. Për vite me radhë vezët thuhet se rrisnin nivelin e kolesterolit dhe bashkë me të edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Tani shkencëtarët besojnë se vezët nuk janë të rrezikshme për enët e gjakut dhe nuk i bllokojnë ato. Vezët për masën muskulare. Njeriu nis që të humbas masë muskulare që pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vjet. Humbja e saj e bën njeriun që të ndihet i plogësh dhe gjithashtu rrit shanset e frakturave. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai i fokusuar tek forca dhe te qëndresa, ju ndihmojnë të ruani masën muskulare. Vezët dhe proteina që ato ofrojnë ushqejnë muskujt pas stërvitjes dhe njëkohësisht i mbrojnë ato. Gjithashtu, vezët mbartin vlera të shkëlqyeshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve, ato bëjnë pjesë në listën e super 10 ushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacidet thelbësore të cilat përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Gjithashtu veza përmban 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë të pasur me ushqyes. Një vezë vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe gjithashtu antioksidantët të cilët i mbajnë qelizat të shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet që të jetë i ulët për një shëndet sa më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë që të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët gjithashtu ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi, njerëzit të cilët han një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga vdekja e parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë gjithashtu të mira për zemrën. Njerëzit të cilët han vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipit 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët.
Studimet konfirmojnë se njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Studimet konfirmojnë se njerëzit të cilët hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritje shkencore tregojnë se personat të cilët hanë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët për shëndetin e syve. Antioksidantët tek veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë gjithashtu sëmundje të ndryshme. Nga ana tjetër, antioksidantët gjenden edhe tek barishtet, por vezët janë një burim i mirë fali yndyrës që lehtëson përthithjen e tyre. Vezët për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminë D, e cila e mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë edhe kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Në qoftë se ju hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton gjithashtu përkeqësim të kujtesës. Vezët nga ana tjetër mbrojnë trurin tuaj. Vezët janë gjithashtu të dobishme për trurin. Vezët përmbajnë lëndë ushqyese thelbësore të quajtura kolin dhe mungesa e saj do të rrisë rrezikun e demencës. Nga ana tjetër, vezët dhe e verdha e vezës përmban rreth 200 mg kolesterol, ndërsa e bardha e vezës është e lirë nga substanca. Do të vini re se duke ngrënë një të verdhë veze në ditë, tashmë keni arritur pothuajse dozën e rekomanduar ditore të kolesterolit. Nëse hani një vezë në ditë dhe asnjë produkt tjetër që përmban këtë substancë, do të jeni mirë. Por edhe gjalpi, margarina, djathi, mishrat e yndyrshëm dhe të gjitha llojet e ushqimeve përmbajnë kolesterol. Pra, ngrënia një veze në ditë është e mirë për sa kohë që siguroheni që pjesa tjetër e ditës të jetë e balancuar rreth kolesterolit. Ngrënia e vezëve gjithashtu ka shumë përfitime shëndetësore, pasi atletët munden që të përfitojnë veçanërisht nga këto përfitime. Vezët gjithashtu janë të pasura edhe me lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme si hekur, kolin, acidin folik dhe sqofur dhe zink, vitamina B2, B12 edhe D. Të gjitha këto gjëra së bashku përmirësojnë funksionin ton njohës, kujtesën, rritjen natyrale të flokëve dhe thonjve dhe të këto moshuarit munden që të luftojnë sëmundjet e syve si katarakti dhe të ulin gjithashtu presionin e gjakut. Nga ana tjetër, një vezë në ditë duket se siguron shumë përfitime të rëndësishme për shëndetin, prandaj mjekët sugjerojnë që ta konsumoni atë. Vezët përmbajnë gjithashtu një lëndë ushqyese të quajtur selen, e cila përmirëson sistemin imunitar dhe nga ana tjetër rregullon hormonin e tiroides. Për më tepër, konsumimi i vezëve për mëngjes parandalon edhe infeksionet dhe ndërton një sistem imunitar akoma edhe më të fortë. Duhet të dini se gjithashtu vezët përshpejtojnë procesin e humbjes së peshës. Në qoftë se ju konsumoni vezë për mëngjes, atëherë veza gjithashtu siguron ndjesinë e ngopjes. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu edhe rrezikun e ngrënies së tepërt, prandaj ajo ndihmon në humbjen e peshës. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Siguroni që asnjë prej këtyre përbërësve nuk ju shkakton alergji para se të përdorni këto receta. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!